Një ngjarje e rënë tronditi qytetin e Durrësit mbrëmjen e dieshme ku një person humbi jetën pas një sulmi me thik brenda banesës së tij. Viktima është identifikuar si Valbon Beqire, 51 vjeç, i cili u gjeti pa jetë nga nipi i tij në katin e 4 të një pallati në lagje numër 12 të qytetit bregdetar. Pikërisht nipi i tij ishte personi që njoftoi policin për ngjarjen tragjike. Hetimet e para tregojnë se Beqira i ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të shkaktuara me mjetprerës, duke përjashtuar një vdekje natyrale. Viktima nuk ishte precedent penal dhe hetuesit po punojnë për të zbuluar motive që mund të kenë çuar në këtë akt të dhune. Nga analiza e kamerave të sigurisë në zonë, policia ka identifikuar një të dyshuar dhe po vijon ndjekjen e tij. Janë shoqëruar disa persona të tjerë, përfshirë banor të pallatit, të cilët mund të ndihmojnë në zbardhjen e dinamikës dhe motiveve të vrasjes së 51 vjeçarit, i cili ishte i martuar dhe ishte baba i një djali 12 vjeçar.